Trajneri Silvinho ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Andorrës dhe Anglisë. Tekniku Kuqëzi ka përzgjedhur 25 futbollistë, ku në port nuk ka ndryshime nga e kaluara me Starkoshën ndaj Sinanin dhe Simonin. Në mbrojtje rikthehet Ardian Ismaili, ndërsa Klisman Çake do të jetë sërish pjesë e kuqezinjve. Në prapavi janë edhe emra si El Seid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Ali, Berat Gjemshiti dhe Arlinda Jeti. Mundësi zgjedhje edhe në mesfush, ku janë ftuar lojtarë si Ramadani, Shehu, Aslani, Berisha, Laçi, Pajaziti dhe Bajrami. Në sulm nuk ftohet sërish Anis Mehmeti, ndërsa rikthehet Indrit Tuçi. Pjesë e listës janë edhe Arber Hoxha, Yasir Hasani, Armando Broja, Myrto Uzunini, Rejmanaj dhe Mirlind Daku. Grumbullimi i kombetares nis të hënën më 10 nëntor në Barcelonë, ku kuqezinjët do të përgatiten për ndeshjen ndaj Andorrës, e cila do të luhet më 13 nëntor. Sfida e fundit e kuqezinjve në këto kualifikuese do të zhvillohet më 16 nëntor në stadiumin Air Albania ndaj Anglisë në orën 18.